Mirëmbrëma, rikthehemi si çdo të shtunë në Warzone. Sonte do të flasim për planin me 20 pika të Donald Trump, një dokument politik që ngre pikpyetje të mëdha. Si do të ndikojë ky vizion në përpjekje për paqe në linjën e mesme? Ndërkohë, në anën tjetër, marrëdhëniet mes SBA-ve dhe Venezuelës beten të tensionuara. Trump ka dërguar anije dhe disa avion F-35 dhe F-16 për të goditur trafiqet e kokainës. Nga ana tjetër, Maduro aktivizon ushtrinë. Për këto dhe të tjera do të flasim sonte në mbrëmje me të ftuarit tanë, me profesorin Xhavid Shala, mirëmbrëma profesor. Mirëmbrëma. Dhe Redion Qiriazin, ekspert i sigurisë. Mirëmbrëma Redion. Mirëmbrëma Eno. Profesor, si u duket ky plan 20 pikësh i Trump? Është një plan paqe apo një imponim politik ndaj palestinezëve? Është diçka midis të dyjave, domethënë jo palestinezëve, unë do të thosha një imponim për Hamasin, sepse nga palestinezët mund të jetë i mirëpritur dhe mendoj se është i mirëpritur dhe është një plan që nuk kënaq plotësisht as Izraelin dhe as Hamasin. Nuk kënaq Izraelin sepse Benjamin Netanyahu dhe krahu i tij i armatosur, më thojza në qeveri, krahu ekstremist, ka këmbgulur që edhe për aneksimin plotësisht, spastrimin etnik në Gaza dhe për aneksimin plotësisht të Gazës dhe të bregut perëndimor. Në takimet që bëri presidenti Trump me disa shtete lider, si të organizatës lidhjes islamike, pra janë disa shtete lider, por edhe të lidhjes arabe, po jo në kuadrin e këtyre organizatave, pra si shtete të ftuara në këto që kanë rol të rëndësishëm në këtë vendimarrje, u dakordësua dhe u arrit ky plan. Unë e quaj si një gjë shumë të mirë për momentin, sepse situata po shkonte gjithmonë më keq dhe unë mendoj që një kontribut të jashtëzakonshëm që të gjendet afrohet kjo zgjidhje ka qenë pikërisht presioni i madh perëndimor, sidomos i Anglisë, Francës dhe shtetet e tjera, të cilat në blok e njohën shtetin palestinez edhe në këto rrethana. Gjithashtu ka qenë një presion i jashtëzakonshëm edhe kudo i opinioni publik botëror. Ka qenë një presion edhe, mendoj edhe brenda vetë Izraelit, nga shoqëria izraelite, e cila për hir të vërtetës nuk do ta fusin gjithë në një kallëp, domethënë, sepse nuk është në mbështetje të ekstremizmit të gjitha. Pra në një farë mënyre është një shpresë, është një dritë në fund të tunelit. Mendoj se është një plan i kompletuar, pavarësisht se gjithmonë këto planet e paqes kur dalin kanë shumë paqartësi, sepse ngaherë ato si thaj fshihen në mes rreshtave gjëra që mund po i themi që mund të jenë pak si me hile. Gjithsesi unë e pash që presidenti kryeministi Netanyahu nuk është ngel i kënaqur, bile ky plan nëse zbatohet siç është shkruar, po jo siç ka komentuar Netanyahu, mund të rrezikojë edhe qeverisjen e Netanyahu, pra mund të harxojë nga pushteti krahu, sepse krahu ekstrem është i vendosur në ato kërkesat e tij, pra të qoftë dy ministra, qoftë një hipoteke qeveria e tij bie. Pra, unë them që është ndërsa tashi pritet miratimi i Hamasit, po edhe mund mos pritet miratimi i Hamasit, sepse vetë një pika 17 e planit, po ta shohësh, thotë që nëse Hamasi nuk bie dakord. Pra ky plan do zbatohet, edhe nëse Hamasi nuk bie dakord, por do zbatohet në pjesën që nuk është e pushtuar, pra kur në momentin që do vinë forcat, po i themi forcat ndërkombëtare, siç ishte rasti paqërujtësit, po i themi, dhe më pas mund vazhdojnë inkursionet izraelite deri në pallatin e fundit në Gaza, pra ai do të jetë në disfavor të Hamasit, por që mendoj që edhe Hamasi nuk ka zgjidhje tjetër. Pavarësisht tash nga tryezat e bisedimeve, të konsultimit të tyre dalin informacione, një pjesë janë pro, një pjesë janë kundër, po nuk ka shans tjetër Hamasi, plus asaj që ky plan në pikat veçanta i ofron edhe amnisti. Kjo është shumë e rëndësishme dhe zakonisht u ofron në një plan paqe në përfundim të luftës, pra ofron amnisti dhe për ata që duan të dorëzojnë armët dhe që i përshtaten, pra nuk dalin kundër kësaj rrymë, nuk dalin kundër kësaj status quo-je. Redion, për sa i përket qëndrimit Hamasit, nëse Hamasi nuk pranon këtë negociat, Trump ka thënë që mbi Gazën do jetë ferri. Ka më ferë se në çfarë gjendje ndodhet Gaza? Ka një probabilitet që Hamasit mos e pranojë këtë gjë. Dhe arsyeja është sepse Hamasi duket sikur delegitimohet totalisht. Në fakt çmobilizohet, demilitarizohet dhe sigurisht nuk ka më një të ardhme politike në atë vend.
jo vetëm që Hamasi nuk ka një të ardhme politike, po mendoj që edhe vet autoriteti palestinez nga ana tjetër ka një të ardhme politike të rrezikuar aty, për shkak se ne e dim që në këto muajt e fundit në Gazë kanë filluar të fuqizohen fraksione nga më të ndryshmet, qofsh ato të fiseve të mëdha brenda Gazës apo dhe grupe militante të tjera kriminale, të cilat janë duke luftuar Hamasin, të paktën këto në fjalët e edhe vetë kryeministrit Netanyahu, që në kupton që vakumi pushtetit që do të lindë menjëherë pas shpërbërjes së Hamasit, do të nxjisë shumë fraksione të ndryshme që të duan të marrin një copë të tortës së pushtetit pra në këtë pikë. Prandaj duke ditur këtë fund të sigurt Hamasi ka një probabilitet që të thotë bota të përmbyset, por nëse unë nuk jam në pushtet nuk më intereson fare. Në fundit duhet të kuptuar që Hamasi është një organizatë që nuk është se njihet për negociatat e saj diplomatike, ai sa njihet për qëndrimet e saj ekstremiste dhe terroriste, kështu që mund pritet. Por mendoj që ka edhe një farë interesi edhe vetë zoti Netanyahu që Hamasi të mos e pranoj të plan, sepse kjo do të paqtonte pjesën ekstremiste të qeverisë të tij, duke bërë atë të dilte si fitimtar në të gjitha drejtimet. Pra, Hamasi nuk pranoi, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë atje, qeveria e tij vazhdon të mbjetojë, ai nuk ka më probleme me gjyqje dhe akuzat e shumta që janë bërë dhe mundësisht kjo do t'i garantonte mbijetesën regjimit të tij. Kështu që unë shikoj këtë interesin e dyanshëm, edhe Izraeli nuk do donte që Hamasi ta pranonte, por nga ana tjetër edhe vetë Hamasi. Fitimtari më i madh këtu është Izraeli, pasi siç e përmendi zoti Shala, Liga 17 specifikon që edhe nëse kjo forca e sigurisë, pra Hamasi nuk e pranon planin, forca e sigurisë ndërkombëtare ose më saktë forca e stabilizimit ndërkombëtar do të vendoset gjithsesi. Kjo është për Izraelin të heqë gështenjat me duart e tjerëve nga zjarri, pasi ka një forcë sigurie brenda Gazës që do të dhe nuk do i duhet që IDF-ja të luftojë Hamasin. Dhe njëkohësisht IDF-ja do vazhdojë të ruajë perimetrin e saj. Madje edhe tërheqja e IDF-s nuk është se do i jetë e menjëhershme, do të jetë me faza. Graduale. Vetëm në atë moment pra ata do ta ndjejnë të sigurt të tërhiqen në një rrip të mëpasshëm, vetëm atëherë do të tërhiqen. Duke ruajtur më pas të gjitha ato kufij që kanë qenë përpara hapjes së këtij konflikti në Gaza. Pra, siguri brenda Gazës, sigurinë vazhdon ta ruaj rreth e përqar Gazës dhe kjo është një fitore e madhe për Izraelin. Profesor Shala, nëse Hamasi refuzon këtë, të duket se mendon që të fitoj kohë, kërkon të fitoj kohë dhe të ndryshoj disa rregulla në tavolinë dhe një pjesë të marrëveshjes? Nuk besoj se është marrëveshje e negociueshme. Ajo që është vendosur dhe pika 17 përcakton qartë se ka parashikuar që Hamasi mund të mos e pranojë. Të flasësh të vërtetën, domethënë Hamasi po ta pranojë, i bën që të ketë një fije humanizmi për popullin vetë që ata nuk e kanë. Domethënë, kështu që shohim se si do mos e paragjykojmë, po nuk ka zgjidhje tjetër. Të paktën ata që janë angazhuar me Hamasin, ju sigurohet jeta. Pra ju falet jeta dhe kjo është shumë e rëndësishme për ata. Më tepër ata nuk kanë çfarë pretendojnë më tepër. Edhe ata do kalojnë nëpër programe të radikalizimit, ata që janë përfshirë pasaj në krime domen përgjithësi. Shiko, pas kësaj fillon tërmeti, them unë. Ka benefite se në faktikisht do liron një pjesë e madhe të burgosurve që ishin me burgim përjetshëm. Jo vetëm për ata, sepse aty gjithçka do shkojë, domethënë do ketë kontroll të forta deri radikalizimi. Domethënë, ai do të jetë një shoqëri në thelb, ai plan tregonte për krimin e një shoqërie që të jetë gati si një shoqëri perëndimore. Domethënë ku njerëzit të jenë të radikalizuar, që është pak vështirë kur vetë Izraeli është një pjesë e madhe e popullsisë është shumë e radikalizuar, por shpresohet me atë stilin e Trumpit si biznesmen që ata që deshi të bëjë edhe në Kosovë me marrëveshjen që ai negocioi, pra që zhvillimi ekonomik mund të zbehej këto dhe aty është bërë thirrje pasaj gjithë për të investuar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, ai ka stilin që problemet ekonomike më pas do t'i asfiksojnë këto problemet e tjera, janë pak a shumë, edhe problemet politike janë pak a shumë edhe i njëjti stil që u përdor për krimin për shurjen e konfliktit apo të asaj urrëties
shekullore midis francezëve dhe gjermanëve në luftën e dytë botërore. Pra ishin ata baballar që hodhën themelët që sheshuan ato dhe i filluan me ato jo komuniteti bashkëpunimit për qelikun dhe qëmyrën e tjerë. Pra ana ekonomike në fillim, pastaj i zbej këto divergjencat politike dhe pastaj gjërat shkuan shumë mirë dhe është kjo Europë që është sot. Unë mendoj që pas kësaj do ketë, kur thashë do filloj stuhia, kisha fjalën që mekanizmat ndërkombëtar dhe një regjim Izraeli pavarësisht se në dorë të kujt ra në këto momente, po është shtet demokratik. Dhe me zgjedhjet e tjera, detyrimisht do hyjë në zgjedhje dhe me zgjedhjet e tjera nuk i dihet, por nëse aty fiton një rend demokratik ose një shoqëri që është më emancipuar, një klasë politike që është më emancipuar se ky që është sot, do ketë probleme, pastaj do fillojnë, do i përgjigjen gjykatave ndërkombëtare, pastaj do filloj problemi si për Hamasin, si për eksponentët atje, ashtu për eksponentët këtej do të dalin para gjyqit ndërkombëtar. Kjo mund vënoj, po se s'bën për t'i paqëtuar të dy palët, duhet që ata që kanë qenë përgjegjës për situatë të tillë duhet marrin përgjegjësi dhe kjo do të jepte një mesazh edhe në botë pastaj që ata që merren në veprime të gjithmonë drejtësia vonon për nuk harron. Nuk harron. Për të ndruar temë tani të konfliktit, faktikisht, një nga konfliktet më të fundit është ai mes SBA-s dhe Venezuelës. Ka pasur një angazhim shumë të madh nga vetë presidenti Trump ndaj luftës ndaj narkotikëve dhe narkotrafikut dhe veçanërisht trafikut të kokainës. Redion, si e shikon këtë konflikt të ri në kontinentin amerikan përballë SBA Venezuelë? Është një luftë kundër Venezuelës dhe trafiqeve narkotike, apo më shumë për të goditur Kinën ose Rusinë? Atëherë, unë po e parashtroj një tezën time. Unë mendoj që është një tentativë për ndrimin e regjimit në Venezuelë, si dhe në të njëjtën kohë për dobësimin e këtyre aleatëve të mëdhenj të Venezuelës që janë Kina dhe Rusia, pra për një luftë gjeostrategjike në krahun tjetër. Qëllimi përfundimtar ndoshta është ky. Tani për të bërë një analizë, Venezuela në fakt nuk është vendi nga i cili vijnë pjesa më e madhe e drogave nga Amerika e Jugut. 80% rreth 83% të tyre në fakt vijnë nga pjesa e paqësorit, duke kaluar drejtpërdrejti nga pjesa e Ekuadorit, Kolumbisë, madje edhe rrugës së xhunglës ndonjëherë përtej Panamas në rrugët toksore, ndërsa një pjesë më e vogël e tyre kalon nga rruga e Karaibeve. Nga ana tjetër, shikojmë që ka disa vite tashmë që në qeverinë e parë Trump, zoti Rubio, tani sekretari i shtetit, po atëherë senator, që bëri një thirrje për Shtetet Bashkuara të Amerikës të futen në një luftë me Venezuelën për të rrëzuar qeverinë e Maduros. Sigurisht shumë analistë mendojnë që kjo është edhe për naftën, duke qenë se nafta është e lidhur ngushësisht edhe me dollarin, pra nafta në botë shkëmbehet me dollar, që do të thotë një pozicionim më i favorizueshëm për monedhën amerikane dhe rrjedhimisht për tregtinë globale të saj. Duhet kujtojmë këtu që Venezuela është vendi i parë në botë për resurset e naftës dhe ndjekur më pas nga Arabia Saudite, Kanadaja, Iraku etj. Kështu që sigurisht ka edhe një farë interes ekonomik. Unë mendoj që rrëzimi i regjimit të Maduros dhe vendosja e një regjimi i cili do të ishte më pro-amerikan do të ngushtonte rripin për vendet e tjera me cilët ka marrëdhënie shumë të mira Venezuela tani, siç është Rusia, në veçanti. Të kujtojmë këtu që ka edhe disa baza të Rusisë brenda Venezuelës, në veçanti baza për prodhimin e armatimeve, por dhe në të njëjtën kohë edhe Kina, pra duke u zvogëluar gjithmonë edhe më shumë botën këtyre rivalëve të mëdhenj strategjik që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës. E analizuar në kontekstin a është në prag të luftës Venezuela me SBA-n, do të thoja që në terma afat shkurtra nuk duket e tillë. Arsyeja është sepse Amerika nuk do të shkonte thjesht me le të themi 3 destroyera apo një skuadrilje dhe kryon 15.000 marinca që janë aktualisht të dislokuar në atë rajon, por do të kishte diku tek 170.000, 200.000, pak a shumë ajo që pam përpara pushtimit të Irakut. Nga njëra anë kështu që në termat afat shkurtër unë nuk e shikoj këtë gjë të tillë, sepse shikojmë edhe një farë mobilizimi rreth flamurit të shumë venezuelianëve. Por sigurisht, për shkak të keq llogaritjeve strategjike që ndodh shpesh në luftim, mund të ndodhë që Venezuela të godas në një bazë apo ndonjë anije amerikane dhe kjo pastaj të dojë ta nxjisë më shumë popullin amerikan. Duhet kuptuar që aktualisht populli amerikan, pra qytetarët, ajo që Clausewitz do thoshte pasioni i popullit, nuk është aty.
Pra Amerikanët nuk kanë tendencën që të duan vendin e tyre të futet në një konflikt tjetër, sidomos pas fiaskos edhe të Afganistanit, që shumë Amerikanë interpretojnë të tillë. Kështu që do të duhej një motiv vërtet shumë i fortë që ta fusje përsëri Amerikën në luftë. Amerikanët do të thoshin në këtë situata që ata janë aty për to pick a fight, pra që të nxisin një farë luftimi, pra e shtyn mjaftueshëm atë si thua kufirin derisa të provokosh një reagim përshkallëzues ose tepër të madh nga Venezuela që më pas do të nxiste Amerikën në një konflikt. Por mendoj që interesi primar, siç e thash, nuk është aq një luftë drejt për drejt me Venezuelën që do ta fuste thellë Amerikën në konflikte që zvarritse që ne i kemi parë edhe më parë, por më shumë është një ndrim i regjimit, jo më kot, se të shifra për kokën ose për arrestimin më saktë të Maduros është $50 milion. Dhe kujtojmë këtu që Bin Ladeni vetë kishte 25 milion. Një shifër jashtëzakonisht shumë e madhe faktikisht për arrestimin e Maduros. Profesor, dhe një pyetje të fundit. Mendon se mund të kemi një përplasje direkte të dy ushtrive dhe është mjaftueshme vetëm akuza Trump për luftë ndaj trafiqeve të narkotikëve? Edhe unë nuk mendoj që jemi para këtij ose në planin afatshkurtër, domethënë nuk mendoj se jemi afër një përplasje për ashtu rasteve të incidenteve që mund ndodhin edhe pastaj ato bëhen shkak edhe për gjëra tjera. Por mendoj që është një paralajmërim i fortë për qeverinë venezuelase që në kushtet e sotme të këtij rendi botëror të tronditur shumë të mos përfshihen shumë kundër interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dihet tashmë që ata janë bërë alat edhe për shkak të presionit amerikan, si kundër reagim janë bërë alat të ngushtë me Kinën, e cila ka investuar miliarda dollar në industrinë e naftës, por jo vetëm, ndryshe nga Rusia dhe Irani që kanë investuar edhe në drejtime tjera, Kina synon më shumë në aspektin ekonomik i druhet kësaj investime në fushën ushtarake jashtë territorit kinez. Kanë ata strategjinë e tyre ata që ne nuk bëjmë as lufta pushtuese, por nuk kemi angazhime ushtarake jashtë territorit kinez. Ky është në këtë situatë, mendoj që këto marrëveshjet historiku i marrëdhënieve venezuelane amerikane kanë njohur disa ulje ngritje, domthonë para 99-s nuk është kanë qenë të këqija, domthonë kanë qenë pak a shumë si këto vendet e tjera që janë pro-amerikane. Por me ardhen Maduros. Jo Maduros, para Maduros ishte udhëheqësi tjetër Chavezi, me ardhen Chavez ai ashpasoi shumë retorikën kundër amerikane, duket gjeti edhe pikat që mund t'i pëlqente një pjesë të popullsisë që këtë siguronte fitoret, dhe nga 99 deri në 2013 ai e mbajti pushtetin, pastaj dihet që u smor dhe ja transferoi Maduros dhe Maduro pastaj pasi mori në një palë zgjedhje ka qenë edhe presidenti Trump në atë kohë u diskutu pushteti, domethënë opozita isha aq e fortë sa që mund t'ia rrezikonte pushtetin dhe këtij u deshta manipulonte. Kështu që unë nuk mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës më shumë sa me armë mund të arrijnë në forma tjera në luftë hibride për përmirësimin e regjimit, pra duke mbështetur duke mbështetur demokracinë aty dhe duke financuar me ato metodat që jo rralli kanë bërë amerikanët për ta imponuar në një mënyrë më paqësore, domethënë. Gjithsesi është në interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës që të paktën Venezuela të mos jetë në prerjen e këtyre të boshit skeqës, si e quajnë amerikanët. Sepse bëhet fjalë që këto shtete tjera, sidomos Irani, bëhet fjalë që mund të ketë çuar edhe armatim, edhe dron, edhe këto dronet janë drone që rrezikojnë edhe deri në jug të disa shteteve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, domethënë. Por nuk mendoj se të shkojë problemi deri këtu. Kjo ishte një paralajmërim, derisa ka pak forcat e angazhuara. Unë më mend kam qenë një herë në një vizitë zyrtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në kufi fare me Texas ata kishin ngrit task forca gjithë përfshirëse që kishin në dispozicion që nga avionët, që nga nëndecet, që nga anijet luftarake për luftën kundër drogës. Ky veprim që po bëhet tashmë, domethënë është në rregull, presidenti Trump është në rregull edhe me bazën e vet votuese. Me Magan është në rregull sepse ai tha që unë do përdor ushtrinë kundër
kundër trafikut të drogës, kundër organizatave. Pra, i quajti nga organizata të krimit organizuar. Shumë të rrezikshme për sigurinë kombëtare të organizata terroriste. Dhe kjo i jep mundësi atij nga ana metodike që të përdori asete tjera për t'i luftuar, pra të përdori edhe armët. Ndryshe nga një organizatë terroriste mund ta luftosh edhe me forcat armatose, kurse një organizatë të krimit organizuar mund ta luftosh vetëm me forca policore dhe zbatimit ligjit. Këtu është një ndryshim i madh nga ana metodologjisë. Pra, mendoj që situata atje ja vlen të ndiqet me interes, po nuk arrit temperatura që fillojnë nxehje. Profesor Shala, Redion, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Bashkë rikthehemi pas publicitetit. Rikthehemi në pjesën e dytë të Warzone, të cilën si gjithmonë ja kemi dedikuar armatimeve dhe qëndrojmë pikërisht te konflikti mes Venezuelës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Së fundmi, Shtetet Bashkuara përforcuan flotën e tyre në Karaibe përmes një destrojeri të ri, pra një shkatruesi, janë një shkatruese të re, e cila quhet USS Stockdale. Është anija që shohim këtu në fjalë. Është një nga anijet më të rëndësishme të flotës së Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe quhet dhe anija më sprovuar në luftime. Pasi është një anije që është angazhuar në shumë konflikte aktualisht. Për herë të parë është komisionuar në vitin 2009 dhe ka hyrë në shërbim në këtë vit dhe mban emrin e një prej admiralëve më të rëndësishëm të flotës amerikane, i cili është James Stockdale, një figurë shumë e shquar kjo e Marinës së Shtetit Bashkuara të Amerikës e periudhës së pas luftës botërore. Ndërkohë, siç thash, USA Stockdale është një nga destrojerët më të rëndësishëm të flotës Shtetit Bashkuara të Amerikës, para se të dislokoheshin në Karaibe. Ajo ishte pozicionuar në detin e Kuq, aty ku ishte duke luftuar Houthit dhe prej 7 muajsh qëndronte aty. Ajo është angazhuar në shumë misione luftimi pikërisht ndaj Houthëve, duke neutralizuar në të gjitha rastet dronët dhe raketat balistike pikërisht të lëshuara nga kjo organizat, pra nga Houthit, drejt kësaj anije, por dhe nga anijeve të tjera, duke i neutralizuar në të gjitha rastet. Për të ndalemi pak më shumë në disa të dhëna të kësaj anije. Ajo është ka qenë pjesë e flotës së tretë, të 5 dhe të 7 të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por mbi të gjitha ajo është e pajisur me sistemin Aegis. Sistemi Aegis është një sistem, faktikisht nuk është armë, por është një sistem i cili ka në përbërjen e tij shumë sisteme të tjera, mes tyre bën dhe koordinimin pikërisht të armëve që vendosen pikërisht në anijet amerikane. Aegis është i përbërë nga disa komponent, është i përbërë nga raketat SM-2, SM-3 dhe SM-6, të cilat janë të ndara. SM-2 janë këto raketat të cilat kanë një rezerveprimi 60 deri në 90 deri në 160 km dhe është në varësi të modeleve. Kjo dhe janë të specializuar pikërisht ndaj raketave cruise. Pastaj janë raketat SM-3. Këto lloj raketash pikërisht qëndrojnë në këto pozicione këtu, dhe lëshon nga lëshuesit e anijes. Ka një numër jashtëzakonisht shumë të madh faktikisht për të vërtetës, janë me 10 raketa të tilla, por në varësi gjithmonë të misionit që do kryen. Më pas janë raketat SM-3, të cilat janë raketa antibalistike, janë kundra raketa balistike dhe kanë një veprimi jashtëzakonisht të madhe, 2500 km, dhe pastaj janë edhe raketat SM-6, të cilat
janë multifunksionale, pra mund të zhvillojnë disa misione. Janë si raketa anti-anije, raketa kundër raketave balistike dhe atyre kruz, por dhe kërcënimeve të tjera, siç janë avionët ose dronët. Ndërkohë, një armë shumë e rëndësishme e sistemit Aegis, i cili është inkorporuar pikërisht në këtë destroyer, janë dhe raketat Tomahawk, të cilat njihen tashmë, kanë një rrezeveprimi deri 1600 km rreze e tyre, gjithashtu kanë mbushje konvencionale, por në versionat e mëparshme kanë pasur dhe një mbushje balistike. Ndërkohë, USS Stockdale është e pajisur dhe me një top 127 mm, i cili ka për detyrë asgjësimin e dronëve, por dhe mjeteve të tjera detare. Gjithashtu është e pajisur edhe me silura kundër anijeve dhe nëndeceve. Gjithashtu në bordin e këtij destroyeri mund të qëndrojnë edhe 2 helikopter të markës Black Hawk, por të pajisur pikërisht për marinën amerikane. Ndërkohë, Venezuela, si kundër përgjigje dislokimit të këtyre anijeve në Karaibe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është përgjigjur duke dislokuar disa nga sistemet e saj antiraketore, të cilin një prej tyre e shohim këtu dhe është S-125. Është një nga sistemet e shumta që Venezuela ka, i përkasin periudhës sovjetike kryesisht, pasi andej është dhe furnizuar, ndër sistemet e tjera ka dhe Buk 2, i marë pikërisht nga Rusia, është sistem shumë i avancuar faktikisht se S-125, por ky sistem ka një të veçantë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një një rekord jo të mirë për sa i përket këtij sistemi antiraketor, pasi në 1999, ku isha kriza në Kosovë, lufta në Kosovë, pikërisht një nga këto lloj sisteme e qelluar nga ushtria serbe arriti të rrezonte një nga avionët F-117 të asaj kohe, të cilët konsideroheshin dhe nga avionët më modern, pasi edhe në 1999 ndim shumë mirë që hyri në funksion dhe B2-shi. Por të ndalemi çik më shumë tek S-125, është një sistem antiraketor me rreze të mesme dhe të shkurtër veprimi. Për të parë ka hyrë në 1961 në Bashkimin Sovjetik në funksion dhe më pas është përmirësuar vazhdimisht. Ka një rreze efektive nga 15 deri në 40 km, kjo varion në bazë të modeleve, por mbi të gjitha në bazë të raketave. Është përmirësuar ndër vite, ka disa modele të kësaj arme, janë përmirësuar radarët dhe gjithashtu dhe raketat. Përsa i përket raketave, mund të përdori 2 lloj raketash. Raketa e parë është V600, e cila është me një rreze të limituar veprimi, është kjo që shohim këtu, është deri në 15 km, ka një mbushje më të vogël praktikisht, është dhe më e vogla në përmasa, ka një mbushje deri në 60 kg dhe siç thash ka një rreze të kufizuar. Ndërkohë është dhe versioni tjetër që është më i avancuar, është V601, është më i avancuar dhe ka një rreze e cila shkon 35 deri në 40 km. Pikërisht edhe në 1999, kur Serbia ka goditur avionin F-117, ka qenë pikërisht kjo lloj rakete, pra V601. Kjo ka të veçantë sepse ka një peshë mbushje, armatimi i saj është deri në 70 kg dhe e veçanta është që në momentin e impaktit ajo mund të shpërndahet deri në 4500 fragmente të ndryshme. Pra krijon një re jashtëzakonisht shumë të madhe që bën asgjësimin e avionëve. Këto sisteme mund të jenë të rrezikshme për avionët F-16, të cilët janë të gjeneratës 4, edhe pse janë modifikuar ndër vite, por nuk janë të rrezikshme as pak për sa i përket sistemeve siç është F-35 që janë dhe avion të gjeneratës 5. Kjo ishte gjithçka për mbrëmjen e sotme. Bashkë rishikohemi të shtunën e ardhshme në Warzone.